Po ekonomia jonë baton tani si mendon ti. Një sekond lutem, ekonomia jonë tani si mendon ti, apo ekonomia jonë s'ka nevojë për luftë kështu. Bie vetë. Sa ndikon, sa ka ndikuar dhe më ndikoj se kjo e shtritur nafta. Kjo e mekut, sikur s'po e përmendin me, 20 cent. mund të sulmohet meku këtu. Kishin pyetur një gazetar i Euronewsit, kishte pyetur edhe ambasadën e Amerikës. Ai kishte dhënë një përgjigje kështu që duhet kujdese këto gjërat që a mund të sulmohet meku. Ka shans. A di cila është vetia e njerëzve. Gjithë ato raketa i thatë theti 3000 raketa dhe mund të hedhin një në meku. Nuk përbën rrezik Dalohen rrugës në Iranit fare. A di cila është vetia? Mos na hedh këtu gabimisht edhe iku dhe Zamua me këtë dhe ikëm dhe ne. Koordinata saktë thua ti. Jo, po mund të bëjnë dhe gabime. Dalohen rrugës. Dhe tegu këtu është shumë larg dhe s'ka arsye. Kalojnë në qejt, nuk është kërcënim me. qejt grek. Gjithë ato qejt, Dalohen. gjithë ato qejt, natës. Dalohen rrugës. dalon NATO thua ti. Rivanet natës. Dhe shpëtojmë dhe ne dhe Zamua këtu. Arsye Zamiri. Zamiri një gjithë. Është hiperbolizim i madh ky kot. Vendet e periferisë. Do me thënë, ne nuk duhet të rim të qetë. Tha dhe Edi Rama sot. Duhet të rim të qeta se vetëm shqetësimet janë të pala iraniane që kemi ne këtu tha, për doktorin. E kishte për këtë shumë, paka shumë. Nuk bë mirë që bë ato. Do me thënë, po s'ka gjë. ne nuk mund të prekemi dhe s'ka mënyrë për të prekur ne, ha? Orë si ti kupton gjeti? Mund të prekemi ne thua jo. Duke qenë ma afra asaj bote, kupton? Nëse Rama do vazhdoj me provokimet kundër Iranit, dhe do të krijoj mujahidinët iranian që të ndërmarrin sulme terroriste kundër Iranit, probabiliteti është shumë i madh që Irani mund të godasi Manzën. Duhet të përmendim diçka se si Rama si Berisha kanë dalë në ditët e fundit dhe thonë jo jemi në NATO, jo artikulli 5 i NATO-s. Iranianët kanë sulmuar gjatë kësaj jave Çipron, që është vendi i Bashkimit Evropian, kanë goditur bazën... Po i thith NATO, pra, i thith janë në Turqi i thithi raketat. Urdhëro? I thith NATO, i rëmben NATO, i godet. Po mirë, NATO i thith, nuk i thith, kjo është muhabet tjetër, por iranianët kanë goditur një vend Bashkimit Evropian, kanë goditur... Do me thënë ti ke dyshime që mund të hamë dhe ne. Edhe Turqinë. Do me thënë kanë goditur edhe Turqinë, dhe do me thënë iranianët nuk kanë frikë nga ky princi Surrejlit, i cili nuk mbron dot veten e tij dhe jo më që të mbrojë terroristët e Manzës. Orsi faleminderit shumë. Unë të falenderoj shumë që në orët kaq të vona ti sakrifikon për ne dhe na ndihmon. Sinqerisht e kam. Faleminderit dhe do të takohemi përsëri. Olsi na le pa viza amerikane mor burr. Do na ndalin Po ai s'ka nevojë, ai është. Jo, ai s'ka nevojë, po neve to. Se mos na heq Po vizat çdo neve. Amerikën, unë e kam lënë Amerikën me kohë me vendi ballkuar. Nuk të vetën Amerikë. Kem kampionatin botnor. Olsi faleminderit shumë, ë. Ditën e mirë. Ju lutem. Kalosh mirë, ditë të mbaret gjitha. Eyvallah. Miru pafshim. Pra, paka shumë këtë kishim, dhe kemi dhe një moment tjetër, baton, ku ti këtu besh protagonist. Kthehesh me njërë në protagonist. Vetëm po pres pyetje. Rikthehet kriza politike në Kosovë. Parlamenti i Kosovës ka dështuar të zgjedhë presidentin e ri, dhe Vjosa Osmani e ka shuar vendin në zgjedhje. Tani shkurt qartë ti na flet se erdhi dështimi me presidentin, kush është përgjegjës? Prejsi e maj mend vetën, jam në gjendje të jashtëzakonshme në Kosovë. Prejsi e maj mend, edhe në kohët Jugosllavi. Gjendje jashtëzakonshme gjë? Edhe në këtë kohën e tontëri. A është gjendje jashtëzakonshme apo jetin gjendje të jashtëzakonshme? Jo, unë jetoj në gjendje të jashtëzakonshme. Jetoj në gjendje të jashtëzakonshme. Shkoj që ta provokoj Batonin, se zdihet si ky Grenelli që udhëhej të qendër Kennedy, që është një qendër kulturore amerikane, ishte kandidat për sekretar shteti, edhe bile një qendër që do rindërtohet tani, është një tendër është pa punë se do bëhet $7 është pa punë. Pa pritmas tha Kosova tha. Inshallah do Zoti tha të kthehet Thaçi dhe të bëhet kryeministër. Dhe s'di pse u propozua një pamje në cilën ti po i thoshe një gazetari që se këta mujahidinët e Albinit po thoshe Vjosa është në lidhje me Grenellin, është në lidhje me Thaçin, është në lidhje me Ramën, edhe do që të rrëzoj Albinin. Edhe ku del aty Batoni që i thot një gazetari, e diti i thot se ishte një pamje Vjosës me Grenellin edhe me Bajram Begajn edhe me zonjën Spiropali.
E thotë, i thotë Batoni, diti kush e ka bërë këtë takim, thotë, unë e kam bërë këtë. E ke parë? Ja, kështu ishte. Jo, s'ka qenë. Për atë takimin para 2 vjetëve. Edhe mund ta bënte. Kështu që, domethënë Batoni është mbrapa kësaj nga 3 do këtë janë duke të. Nëse ata mund më ndërtu rrëfim ajo vetë vendosje edhe ndërton rrëfim se për takimin është e vërtet. Po ja kemi realizu vjosës takimin, por kjo nuk ja kemi realizu vjosës takimin për diçka, po Kosova ishte e mbyllur atë botë, po jo me Grenellin, me një njeri shumë të rëndësishëm të shtëpisë bardhë. Dhe s'ka të bëj fare me Grenellin. Unë Grenellin as që e njo. Dim si që iku, si e kishe? Jo, nuk flasë. Po njëri rëndësishme a i pra. Po e mbaj mendet. Jo, njëri rëndësishme që iku pra. S'ka lidhje. Por, dhe unë Grenellin... Qëtari mi rëndësishme ti pra. E para, nuk kam simpati për të. E para. E dyta e konsideroj arrogant dhe do njëherë më duke në sikur do personazhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Jo, a ishë pa plan pune, se thotë, Rubio po merret me Venezuela dhe me Kuba, edhe me Iranin, unë po merret me Kosovën. Lidhje me Grenellin s'kam, lidhje. As e kom taku kur, as si kam telefonu kur, as më ka telefonu kur, as nuk, do më thonë, nuk kam as i dëshirë të takoj. Nuk, në çfarë do pozicioni që tjetë, nuk përbën për mu as një interes. Kam tjera bindje politike, tjera dëshira për Amerikën dhe tjerë njerëz që... Unë se shoh negativisht atë, kështu që mos... Jo, po du me të qartësu. Me qartësu dhe kur farë dëshire... Dhe unë mendoj që bile shpesher kam reagu për mënyrën se si me aq lehtësi i qaset Ballkanit, njerëzve, emrave të përveçshëm e tjera. Dhe i jap të drejt vetës me rregullu punë për të cilat nuk mundet. Jo, po mos vazhdojmë këtu, të lutem. Ka që është kjo... Ti sigur e kishe për ta thënë këtë, duket e ka përgatitur me koti, atu është Baton për çfarë është kjo? Jo, edhe një herë. Ushtrit digitalë që posedojnë vjosën, thonë që ti je ushtri... Por edhe kjo vjosa tani çfarë do kjo presidente përjetshme do bëhet tani, çfarë do me thënë kjo më tani? Se s'ka pikë logjike. Po s'ka pikë logjike. Vetëm shqiptarët nuk ikin nga... Po s'ka e vjosës dështimi i zgjedhjes presidentit. Na, absolutisht. Fare. Absolutisht jo. S'ka të bëj me vjosën fare. Fare. Tani, tash jemi në një krizë. Te pyetje, jemi në një krizë. Tash jemi në një krizë. Kriza zgjat deri me 31 mars. Me 31 mars vendoset a do të kemi zgjedhje për 45 ditë apo do të kemi zgjedhje për 60 ditë. Këtë vendoset për shkak me vendimin që gjykata kushtetuese. Ka marrë gjykata kushtetuese ka vendos marr kohë deri në datë 31.